Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin me inicialet EB 41 vjeç banues në fshatin Stajk. Ky shtetas u kap duke drejtuar motomjetin e tij në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi dhe gjatë lëvizjes kishte përplasur edhe një automjet të parkuar. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet KL 47 vjeç banues në Shkodër pasi ditën e djeshme duke drejtuar automjetin e tij ka përplasur me pasqyrën e automjetit dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet KL 47 vjeç pasi duke drejtuar automjetin e tij ka përplasur me pasqyrën e automjetit dhe është larguar nga vendi i aksidentit Komsorin, shtetasin me inicialet BS 74 vjeç. Po ashtu janë referuar materialet në prokurori për dy shtetas, njëri banues në Tiranë dhe tjetri në fshatin Dobraq pasi ditën e djeshme në aksin rrugor Shkodër-Lezhë duke drejtuar automjetet e tyre janë përplasur me njëri tjetrin dhe më pas automjeti me drejtues shtetasin me inicialet BK ka përplasur automjetin me drejtuese shtetasin me inicialet NF 32 vjeç. Si pasojë është dëmtuar leq shtetasja dhe 3 pasagerë në këtë automjet. Janë referuar materialet në prokurori edhe për shtetasin me inicialet në 18 vjeç pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe për shtetasin 17 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet ES, banues në Tiranë me detyrë inxhinier zbatues i një firme, pasi gjatë punimeve që po kryhen nga kjo firmë në fshatin Pulaj, Shosh, kanë dëmtuar 4 shtylla betoni të sistemit elektrik të tensionit të mesëm. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë Theth referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet KL 62 vjeç, BK 47 vjeç të dy banues në Theth dhe shtetasin me inicialet MK 76 vjeç banues në fshatin Theth pasi janë kapur duke kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet MM 85 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.